jemi në 10 ditën e fundit. 10 ditë i fundit, dashur vëllezër, të nderuara motra, me çfarë karakterizohet që ta kemi pak më qartë. Ne e dim krejt, por një përkujtim për të gjithë. Karakterizohet me 2 elemente kryesore që neve nuk duhet të na ikin. Elementi i parë është ajo që ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salatu wassalam, që kemi thënë edhe në fillimin e Ramazanit se Ramazani ndahet në 3 pjesë, më thonë. 10 ditë i parë, 10 ditë i dytë edhe 10 ditë i tretë ose 9 ditë i tretë. E ne jemi në këtë pjesën e tretë të Ramazanit. Më thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka ndarë kështu. 10 ditën e parë ka thënë që është rahmet, 10 ditë i dytë është magfiret, edhe 10 ditë i tretë apo 9 ditë sa ka mbet është itkun min an-niran. Më thonë shikoni sa në çfarë shkallësh duhet të transformohet besimtari gjatë Ramazanit. Në 10 ditën e parë, me këmbgulljen e tij, me niyetin e tij apo me niyetin e saj, si musliman besimtar ose besimtare, duhet bëje çmos që ta ketë fituar rahmetin e Allahu xhashanu. Më thonë që Allahu dhul xhelal të filloj të lëshojë rahmet mbi ne, mëshirë mbi ne. Ne kemi shpjeguar gjatë gjërë këtë çështjen e gatishmërisë për të bërë me Ramazanin ose përmes Ramazanit për të bërë i devotshëm, për të bërë ma takva, ma shumë që ka frikë Allahut, ta mendoj veten ma afër Allahut se sa çdo herë tjetër. Kështu më radhë, edhe të i respektoj kufit Allahut shumë ma shumë se sa më parë. Përmes kësaj ne fitojmë rahmetin e tij. Domethënë kjo ishte 10 ditë i parë. 10 ditë i dytë, çfarë është magfiret? Ne përdorim fjalën magfiret shpesh më shumë për të vdekmin se sa për gjallën. Zoti e bëk magfiret, Zoti kështu, Zoti ashtu. Por magfiret duhet bëhemi dashur vëllezër, nderuara motra, sa jemi gjallë, të bëhemi magfiret. Se fjala magfiret është shumë e madhe. Magfiret rrjedh nga fjala gafere, yaghfiru. Ka ajet kuranor, inna Allahe yaghfiru dhunube xhemia. Allahu i falen të gjitha gjinahet. Më thonë, magfiret është të arish, të bindish Allahu dhul xhelal përmes veprave tuaja, përmes nijeteve tuaja, që ti i gatshëm për të bërë magfiret Allahu dhul xhelal. Më thonë, për të falë. Ne përmes Ramazanit kërkojmë faljen e tij, ashtu. Duam të bëhemi magfiret, po inshallah Allahu na ka bërë magfiret në pjesën e dytë të Ramazanit ose në 10 ditën e dytë. Në 10 ditën e tretë që është më e rëndësishme dashur vëllezër, çfarë është 10 ditën e tretë? Itkun min an-niran. Shikoni sa bukur i ka rendit Muhammed Mustafaja. Rahmet, magfiret edhe lëshim nga zjarri. Lirim nga itkun min an-niran. Më thonë, të arish përmes rahmetit dhe magfiretit që të bëhesh rob i liruar nga zjarri i xhenemit. Që Allahu dhul xhelal dashur vëllezër, përmes Ramazanit tonë dhe punëve tona që ne i bëjmë për Ramazan, edhe transformimit personalitetit tonë që kemi bërë, inshallah Ramazani ka bërë me ne, jo vetëm ha iftar, ha sifir, a gjëno, edhe a gjë tjetër, jo. Më thonë, të dalim prej Ramazanit diçka tjetër, ma i mirë, ma i fortë, ma tolerant, ma i durueshëm. Edhe nëse kemi arrit këtë ta bëjmë, që të jemi diçka më ndryshe, më të mirë, në saje edhe falë Ramazanit, atëherë Allahu dhul xhelal është i gatshëm që të na lirojë nga zjarri i xhenemit inshallah. Se Allahu thotë çdo natë të iftarit, kur kemi qenë iftar edhe kur qelim ende, Allahu liron nga zjarri shumë besimtar. Për natë, më thonë, prej iftarit të parë deri sonte që kemi qenë iftar, Allahu vetëm ka liruar nga zjarri i xhenemit. E thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur vjen nata e fundit, apo iftari i fundit i Ramazanit, Allahu thot dhul xhelal liron nga zjarri i xhenemit aq sa ka liruar gjithë 28 ditë tjera. Atë natë, do të thonë, është finalja e lirimit nga zjarri i xhenemit. Andaj, prej sonte, dashur vëllezër, nderuara motra, prej sonte fillon lirimi nga zjarri i xhenemit. Pse fillon prej sonte? Se prej sonte fillojnë netët e Kadrit.
Tash ne nuk e dim kur është. Ne do folim inshallah dhe natën e 27, ashtu kemi bërë si zakon, apo safat dhe special do folim për natën e 4. Mirë po, pejgamberi alayhis salam ka thonë iltamisuha fil ashr al awakhir min Ramadan. Kërkonja natën e 4 në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Pse në 10 ditën e fundit? Se në 10 ditën e fundit është lirimi nga zjarri i xhenemit. Sikur të kishte thonë kërkonja natën e 27, se di, fiks. A natën e 27, a natën e 28, Saudia dhe thotë është natën e 27 atje, ne dhe themi është natën e 28, kështu me radhë. A më mirë që mos e gabojmë, mos na ik, mos e lëshojmë, atëherë thot pejgamberi alayhis salam izolohej komplet nga jeta intime familjare me gratë, edhe i përkushtohej komplet ibadetit. Komplet ibadet, çdo nat. Në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Sidomos prej sot. E çfarë është kjo dita sot? Që thash do him në një temë tjetër. Kjo ishte pak një hyrje vetëm sa i përket vlerës së 10 ditësh të fundit që nuk duhet ta lirojmë dashur vëllezër. Është një mundësi shumë e madhe për t'u fal, për të lexuar Kur'an, për të bërë pendim dhe taube, për të bërë istighfar, për të kërkuar hallallëk për njerëzve, prej akrabave, prej familjarëve, prej shokëve, prej miqve, prej motrave, prej vëllezërve kështu me radhë. Është vërtet një mundësi shumë e madhe. E sot çfarë ka ndodhur në historinë e Islamit? Me 20 Ramazan. Ish 20 sot, ashtu. Dita e 20. Në vitin 630. Domethënë kjo i bie 2 vjet para se të vdiste Muhamedi alayhis salam. Se Muhamedi alayhis salam ka vdek apo ka ndruar jetë në vitin 632, në vitin e 10 të hijretit. A në vitin e 8, do me thonë në vitin 630, kur themi vitin e 8, kjo është si mas hijretit. A 630, kjo është si mas lindjes Isës alayhis salam, ta dini, në këto vitet dellore edhe vitet hënore. Vitet hënore ka qenë viti i 8. Në këtë vit është çliruar Mekkeja, tamanimet. Në ditën e 20 të muajit Ramazan. Prandaj një natë kur fola për natën e Bedrit, thamë që shumë ngjarje dashur vëllezër, shumë ngjarje në kohën e pejgamberit alayhis salam janë bërë në Ramazan, të dini. E shihni, ne Ramazanin se duhet çdo herë të folet për Ramazanin, sa është një herë në vit. Ne Ramazanit më shumë japëm rëndësi cilën dhe e thirim një iftar, kush do vjen një iftar, ato na mbeten, këto s'na mbeten, ai m'ka marr, ai s'ka marr, ai na murr, ne do t'i marrëm, iftarllëqe, për mendoni. Kjo shpikje jonë që është mu s'm pëlqen as pak. T'ua them sinqerisht. Andi s'ka problem me vëllezërit aty në iftar, s'është problem. Por iftari e di për cilën është? Iftari është për fukarat. Iftarit marrësh në iftar, thirish në iftar, dalësh midis gostivarit, ta shohësh një të ngrat, çfarëdo që të jetë, i ngrat jetë, edhe ta marrësh prej rrugë, ta çojsh shtëpi t'i japësh iftar. Kjo është iftarllëk. Krejt tjera që në gjina, vetëm harxhime, 200-300 euro, pa lidhje. Imagjino 300 euro t'i japësh një studentit, 3 muaj do kaloje në studime, do shkojë në fakultet, do vije, do mësoje, do marrë dhe një libër, do marrë dhe një tesh, s'ka një, do marrë një palë puma, shkojë në fakultet, do mësoje. Dhe qojnë vend farzin Allahu që thot ikre, lexo. Ama se do marrësh një familjar, një iftar, dhe harxhosh 200-300 euro, po 100 euro, ku e di unë, sa mund të harxhosh, s'ka se vaptu. As nder, nuk është nder ke mendja jonë nder. Ama ne do të mësohemi që jetojmë për Allahun, Bol kemi jetu për njerëzit. Për të irnohet. A be le të irnohet? S'është problem. Po s'pajton. Po ne mos pajtoje be. Ai nuk është as kretari i xhenetit, as kretari i xhenemit. Ai s'mund të shojë as në xhenet as në xhenem. Mos u mërzit. Nuk hin gjina. Nëse don bëj se va vërtet, 300 euro, boni një 6 pako, ka 50 euro, mbushja të pakot, kutijat e bananave që ne u themi, edhe çonja 6 shtëpi fukara, kjo iftarllëk. Kjo iftarllëk, sos puna. Ramazani nuk është agallëk. Në Kur'an mirë lexoni surën Bekare. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazanit është muaj në cilën zbriti Kurani. Ne për këtë e bëjmë Ramazanin kaq shmat. Kjo e bën të matë Ramazanin, nuk e bëjmë iftarllëqet. Njëri qelin me 3 koka hurma, pak qumësht e usos punë, hajde.
Do falet, me pas ushim dhe haje, me nuk pas nuk ka probleme hiç. Shqipni. Ramazan jo muj transformimit, na bëj diçka tjetër me, na përgatise për 11 muj tjerët, mbushën me bateri mirë, se shejtanët janë shumë tash, shejtanët janë shtu shumë. Sa ka shejtan nga gjinët, 2 fishi dhe 3 fishi ka shejtan nga njerëzit, që shtin gjina 11 muj tjerë, farë të vojsh? Kemi parasysh, kur kje dhe një udhtim gjatë nesër për shembull, son dhe bje flenë, çfarë bën ma para? Ma para e mbushën telefonin full, tjetë 100% bateri, ashtu? Se të duhet nesër, ku e din udha vate s'ka, mbet, prishit makina, prishit ajo, duhet të rish telefon, ndimën, ato, këtë, t'kesh bateri, t'kesh. Ramazani jo bateria jo, në i dashur vëlla. Se rezik është, vëllai rezik është. Ku të shkosh 11 muj qerë pa përgatit? Me 20% bateri. Me njëherë mujnë e 4-5 hargjohet bateria, çfarë do bësh deri Ramazanin tjetër, kur do të mbroje? Ajo që na mbron është kjo mbushja tash, që ne mbushemi me agjerim, me mirësi, me sadaka, me namaz, me taravi, me Kur'an, me zikër, me kelime tauhide, me punë krejt të mira, edhe ne mbushim bagazhin, tamam, Allahu e ka para pa, do me thonë. Një muj dit mjafton që të mbushën me ibadet mirë, ta mbushim baterin tonë, që kjo të na shërbej për 11 muj të ashtë. E kjo Ramazan, nuk ka Ramazan iftar lëq, pa lidhë. Çfarë ndodhi sot?